إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla shanu. Selamat dhe përshëndetjet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Dashur vëllezër besimtar, njeriu në këtë dynja jeton për të jetuar krenar, për të jetuar i ngritur, për të qenë në një pozitë të dashur sipër tek Allahu xhalla wa ala dhe pastaj edhe tek krijesat. Mirë, po kjo dallon shumë nga njerëzit se me çfarë qëllime e kanë krenarin dhe kanë e quajnë krenar dhe kanë e quajnë njeri i cili ka vlera dhe moral dhe etik dhe për çka jeton. Të dashur vëllezër, me jetu njeriu krenar lyp mundi dhe sakrificë. Lyp me qenë në rrugën e drejtë. Nuk quhet njeriu krenar i cili promovon shthurje dhe degenerim. Po krenar është ai i cili i bindet Allahu xhalla wa ala dhe urdhrave të tij. Sepse krenaria në aspektin gjuhësor al-izza në gjuhën arabe do të thotë e kundërta e poshtrimit. E kundërta e poshtrimit. O huwa fil asl al-quwa wash-shidda wal-ghalaba. Në aspektin gjuhësor do thotë forcë, fuqi, mbizotrim, do thotë al-izza, me qenë njeriu aziz, krenar. E këtë nuk e arrin ndryshe vetëm se duke ju bindë Allahut. Dërsa në terminologjinë e fesë, al-izza, krenar quhet ai i cili ka forcë, ka lartësi, është njeri që i ruhet poshtërsisë nga ana e Zotit. Në moment që thu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ti je krenar, ti je ball lart, ti je ball hapur, ti je krenar me ato që e posedon. Je ma krenar se gjithë kushin në dynja, kur thu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut që meriton madhëruese, dhe se Muhamedi është rob i dërguar. Vetëm këtë formë arrihet lartësia, arrihet mbizotrimi dhe të tjerë, arrihet forca dhe fuqia që ta jep Zoti xhalla wa ala. Sepse dashur vëllezër, Allahu xhalla wa ala për emrave të tij është el-Aziz, i cili do të thotë el-Ghalib alladhi la yuqhar, mbizotruesi, i cili nuk mbizotrohet kurrë, është Allahu xhalla wa ala. El-Aziz është ai i cili neve na mëson se si të jemi krenar. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun. Allah azza wa jalla thot, lavdia, krenaria i takon Allahu xhalla xhalal. Wa li rasulihi i takon pejgamberit e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju takon besimtarve, sepse me çit ballën sejdë je njeriu më krenar. Sepse e din ku po i bjen sejdë. E din ku ne ki Zot. Kjo është krenaria e vërtetë. Walakin al-munafiqina la ya'lamun, thot Allah azza wa jalla. Mirë, po munafiqët, dy ftyrshat, ata që jetojnë me shumë ftyra, la ya'lamun, nuk e din këtë çështje. Sepse janë kameleon, e ndrojnë ngjyrën me kontrin. Ta nuk janë krenar. Kjo nuk është krenari. Kjo është poshtërsi, është ulje, është antivlerë, është antinjerëzore. Krenar është ai i cili është i sinqert, është ballhapër, është i kënaqur me ato që posedon. Është i kënaqur me Allahun për Zot, me Islamin për fe, me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për të dërguar. Jeton me to, është krenar, nuk shkërret duvarin xhami. Nëse pa dikush, është krenar. Ç'kjo është krenaria vërtet? Allah azza wa jalla thot: "Men kana yuridu al-'izza, falillahi al-'izzatu jami'an."
Ta dini, thot, ai që kërkon lavdi dhe krenari, ajo i takon vetëm Allahut Azza wa Jall, edhe ajo arrihet tek robëri duke u bindur Allahut Azza wa Jall. Duke u bindur Allahu Jalla wa Ala dhe jo krijesat me arrit krenari të ashtu quajtur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith na mëson se çka është dhe si arrihet krenaria. Ka ardhur Jibrili alayhi salatu wassalam te Rasulullah alayhi salatu wassalam dhe i thot: O Muhammed, ish ma shita fe innaka mayit. Jeto sa dush, e ki drejten me jetu sa dush, ama dije se ki me vdek. Dije se ki me vdek një ditë, ki me shku tek Allahu Jalla wa Ala, edhe pse je më i dashur i tij. Kjo të bën me jetu krenar me Allahun Azza wa Jall dhe me fjalën e tij. Thot pastaj: wa'mal ma shita fa innaka majziyun bih. Puno çka dush, je i lirë me punu këtë dynja. Me këndush bënë në këtë dynja. Çfarë dush vepre punoje, je i lirë, ngarkon Zoti, nuk t'imponon Zoti Jalla wa Ala, dhe po dije se kima u pyet dhe kima u shpërbly ose me u denu për ta. Kjo të jep pastaj më u mendu thellë se ku po e lyp krenarin ti si besimtar dhe ti si musliman dhe si ti si shqiptar i këtij populli. Në cilin vend po e lyp krenarin? Pastaj i thot: wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh. Edhe duje këndush këtë dynja. Këndush duje. Thuj unë du ty, unë jam me ty. Ama dije se ka marrë një ditë ki më nda prej ti dhe me shku në varë veç vetë. Sa dush proklamoj me kon jetu dasht me qenë, edhe çfarë flamuri ki, edhe me kon një edhe kon e qunë krenar, edhe kon e qunë muj krenaris edhe java krenaris, dije që ki më nda prej ti, ki me shku të Allah Jalla wa Ala në vërë, edhe ki më pyet pse edhe qysh. Pse e ke dasht, edhe qysh e ke dasht, për Allahun apo për interesa. Wa'lam anna sharaf al-mu'min qiyamul layl. Dije që vlera e besimtarit tek Allahu dallohet me namazin e natës. Wa izzuhu istighnahu 'anil nas. Edhe lavdia e tij, krenaria e tij është kur pavarësohet nga njerëzit. Është i pavarur nga njerëzit. Nuk varet jeta e tij nga njerëzit. Nuk varet ideologjia e tij nga njerëzit. Ideja e tij nuk varet nga të tjerët. Pozita e tij që ka nuk varet nga të tjerët. Istighnahu 'anil nas, kjo është krenari. Nuk është krenari për një copë vote me dalë me dylbera me flamurin në për qytet. Nuk është kjo. S'është krenari. Me proklamu të shturën nuk është kjo krenari. Se unë i hupi disa vota. Po ti të më dhënë një varën prej asaj që të ka dhënë ai. E besimtari vërtet nuk është një varën nga askush, vetëm tek Allahu Jalla wa Ala. Vetëm pa Allahun ne nuk mujmë. Pa njerëzit e tjerë ne mujmë. Pa politikat e tyre ne mujmë. Pa idetë e tyre ne mujmë. Dhe mundime me qenë krenar, ama vetëm ashtu siç thot Allahu Jalla wa Ala. Dhe jo siç ta imponon dikush i cili ka financu ose i cili ka hlyp prej te diçka që ti se ki qare pa e ba për shkak se je i varur prej ti. Kjo nuk është krenari. Kjo është poshtërsi, është ulje, është antivlerë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë me shokët e tij më të ngushtë, ka thënë ela tubay'una Rasulullah. Ka thënë a nuk pja jepni besën pejgamberit të Allahut? Ka thënë ja Rasulullah, nëna të ka dhënë besën herë. Ka thënë ela tubay'una Rasulullah për s'dyti, a nuk pja jepni besën Rasulullah? Ka thonë, po ja Rasulullah, në të kena dhonë një herë, për streti herë. Ka thonë, qka po të dhonë, ja dorën, po të dhonë besën prapë, ja Rasulullah. Ala en la ta'budu illa Allah. Ala en ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Me adhuru vetëm Allahun Azza wa Jall dhe mos mi i ba shoqatime, me dhonë besën. Pastaj thot, was salawat el khams, edhe me dhonë besën që keni me i falë 5 vote namazit. Pastaj ka hesht edhe ka fol një fjalë me zot të ult, o asarra kelimeten khafije, ka fol një fjalë të ult me zot të ult, wala tas'alu an-nasa shay'a. Edhe mos me kërku prej njerëzve asgjë. Mos më varë prej tyre. Sepse ata t'imponojnë pastaj.
Ata ta imponojnë pastaj ideologjinë që ke, ta imponojnë rrugën ka ti dush me shku, çfysh dush me mendu, kënd dush me mbrojt, për kënd dush me punu. E kjo ta hub sinceritetin. Kjo nuk të bën krenar al aziz, bën rezil. E ma mirë është me jetu një ditë aziz se 1000 vjet rezil. Një ditë me jetu krenar me Allahun Jalla wa Ala, me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Edhe me shku te Allahu Jalla wa Ala është më me vlerë tek Allahu, se 1000 vjet me t'i dhonë rezil, i bam rezil, me proklamue shturje, degenerim, diçka që s'është natyrshmëri e njeriut. Dhe dashur vëllezër, ne jem krenar me dinin që i kemë, alhamdulillah. Jem krenar me ato që i takojmë, në vendin ku jetojmë, ballhapur, jetojmë me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, promovojmë vlera të larta, virtyte të larta, promovojmë rrugë të drejtë, ndihmë ndaj njëri tjetrit, ndihmë ndaj skandorëve, ndaj fukarave, se si me adhuru Allahun Azza wa Jall, si me pasu rrugën e Rasulullah, si me çu vendin te para, si me kontribu për këtë vatan, për këtë rini, për këtë shtet që Allahu Jalla wa Ala na i ka dhënë, dhe vetëm këtë formë ne e çojmë te para dhe jo duke promovu antivlera, sepse Zoti Jalla wa Ala nuk e don pastaj, dhe kur e përbuzmi nimetin e Zotit na i merr dhe nuk na jep më, ne lusmi Allahu Jalla wa Ala që të përhapën vlerat e mëdha në këtë vend, përhapën vlerat, virtytet njerëzore, fetare, të cilat ne i kemë, dhe ato tradita kombëtare të mira që ne i kemë, t'i ruajmë, t'i promovojmë, në mënyrë që të shkojmë te para, sepse vetëm këtë formë don Zoti Jalla wa Ala dhe jo në forma të ndryshme. Duke lutur Allahun Jalla wa Ala që të na ruaj neve, juve, familjet tona, familjet e juaja, vendin ton, rinin ton, nga çdo degenerim, nga çdo shturje. Duke lutur Allahun Jalla wa Ala që të na fal neve dhe juve, na bashkojnë në xhenetin e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.